Në njësinë administrative udhënisht po vijon me intensitet puna për ndërtimin e sistemit të kanalizimeve të ujrave të përdorura, një projekt madhor që pritet të përfundojë brenda 15 muajsh. Deri më tani është realizuar mbi 30% e punimeve, përfshirë rrjetin e kanalizimeve dhe dekantuesit. Kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli, inspektoi nga afër ecurinë e projektit, duke theksuar se ky investim do t'i jap zgjidhje përfundimtare një problematike të vjetër që prej vitesh shqetësonte banorët dhe ndikonte negativisht në pastërtinë e liçenit. Ky është dekantuesi i fshatit Gurikuq. Është i mbaruar bashkë me drenazhet rrethuese që ka dhe është i garantuar se asnjë lloj mbeturine dhe ujrat e zeza nuk derën në liçen. Vetëm dekantohen, përthithen nga toka. Pjesët e ngurta që ngelen, me mbarimin e objektit, thithen me pompën nga ujësielësi, pjesët e ngurta. Kështu që kjo është e garantuar, është me materialet e importit bashkëkohore. Besoj që është eksperiencë e provuar edhe në vende të tjera. Po, kjo është implementuar edhe në Gjermani, në shumë fshate të Gjermanisë implementohet kjo dhe ka dhënë rezultate, është shumë e saktë. Nuk ka si lloj derdhje në liçen. Pas përfundimit të punimeve në kanalizime do të nisë faza e ndërhyrjeve në infrastrukturën rrugore në të gjitha fshatrat e kësaj njësie administrative. Kryebashkiaku Ilir Xhakolli u shpreh se investimet e njëpasnjëshme në Pogradec, Buçimas dhe tani në Udënisht garantojnë që në liçen të mos ketë më derdhje ujrash të përdorura, duke vijuar kështu zhvillimin e qëndrueshëm të zonës.